Pra, tregona ka ideja për me e udhëheq, për me qenë president i një skuadre si Krostingeni. Po, unë e kum lingat e tov, po erdhëm në gurbet këtu në Zvicër, në Kroslingen, dhe futbollin unë e kum desh si fëmijë, dhe kum lujt këtu te ki klubi i FC Kroslingenit. Pas kum pat talent apo fat më u bo një lojtar profesional, kështu që mas erdhi koha ku më kanë kontaktu, a kam dëshirë me u bo president i FC Kroslingenit. Me angazhimin tim që kum pat në klub, në pozicionat të tjerë përpar, edhe atëherë unë natyrisht u gëzova dhe e pranova mirënjëherë. The u gëzova, është emocionuese definitivisht, po flasim për një skuadër që ka histori 120 vjeçare. Ashtu është. Mas 120 vjet, tash të më thonjë unë i pare shqiptar, që e komandantin si president të këtij klubi.